Sërish Rogerti ka nxitur situata mes banorëve që degradojnë sulme personale dhe përfshirje të familjarëve. Ai edhe një herë tjetër preku çështje intime dhe private, duke nxitur reagime të ashpra brenda dhe jashtë shtëpisë. Gjithçka nisi gjatë një përplasje me Selin në debate sipër Rogerti drejtohet asaj me pyetje provokuese lidhur me të kaluarën e saj, duke përmendur Dubain dhe duke e lidhur ato me paragjykime që shpesh bën për vajzat që shkojnë atje. Më thuaj me sa burra njëkohësisht ke kryer marrëdhënie, është kjo deklarate e cila konsiderohet tejet e rëndë dhe fyese e thënë nga Rogerti për Selin. Por Selin nuk u dorëzua dhe e përndoqi vazhdimisht Rogertin duke kërkuar shpjegime për fjalët dhe aludimet që ai nxori për të. Tensioni mes tyre u rit dukshëm ndërsa banorët e tjerë po i ndiqnin zhvillimet me shqetësim. Më pas tensioni zhvendos drejt Mateos, Rogerti duke justifikuar me faktin se është gazetar dhe sipas tij mund të bëj pyetje të çfarëdo lloji, u ju shpreh Mateos, po ti the motrës tënde me sa meshkuj ke kryer marrëdhënie njëkohësisht. Kjo deklarate agravoi edhe më tej situatën. Mateo reagoi menjëherë duke u kundërpërgjigjur, fytyra jote do të bëj provokim mua, tonet u rritën dhe situata rrezikoi të dalë jashtë kontrollit, duke detyruar banorët e tjetër ndërhyrën për të shmangur një përplasje fizike.